A e dini që një shqiptar u prit në Vatikan me ndërimet më të larta që i bëheshin vetëm një mbreti? Po flasim për Gjergj Kastriotin, Skënderbeun, njeriun që tronditi Perandorinë Osmane. Në vitin 1466, Skënderbeu u nis drejt Italisë, jo për luftë, por për diplomaci. Ai u ftua nga vetë Papa Pali II në një kohë kur Evropa dridhej nga frika e pushtimeve osmane. Dhe kur Skënderbeu mbërriti në Vatikan, ndodhi diçka që nuk pritej. Papa e priti si një mbret të vërtetë. Me kuaj të bardhë, trumbeta, flamuj dhe gardë nderi rrugët e Romës u mbushën për ta nderuar një shqiptar. Pse gjithë ky nder? Sepse Evropa e dinte. Nëse bie Skënderbeu, bie Shqipëria. Dhe nëse bie Shqipëria, Osmani do të shkel në zemër të Evropës. Skënderbeu nuk ishte thjesht një luftëtar. Ai ishte simboli i rezistencës së një populli të vogël, që sfidoi një nga perandoritë më të mëdha të historisë. Pas takimit me papën, Skënderbeu u kthye në atë me ndihma, me armë, me aleancë. Por më e madhja nga të gjitha ishte respekti që fitoi për Shqipërinë. Kjo është historia që nuk ta tregojnë shpesh. Një shqiptar në Vatikan që u prit me kurorë mbi kohë, dhe që edhe sot mbetet një nga figurat më të mëdha të Evropës.